Ashtë kanë qenë të ndërgjegjshëm, të përgjithshëm në fakt edhe nga qytetarët i cili nuk e din, ardhur këtu dhe duhet detyrohet që të kthejë. Sigurisht që është edhe merr vendimin e duhur që mos të rrezikojnë edhe pse paralajmërimet tona janë edhe le të shërbej edhe ky moment, zoti Kastrati. Natyrisht që në komunikim me sipër t'ju themi qytetarëve se në këtë zonë ose në këtë hyrje kryesore nuk duhet të kalojnë, do duhet gjenden në forma alternative. Cilat janë format alternative? Secila rrugë që e cila është bllokuar tani për tani në komunën Malishevës kemi alternativat, e që në segmentin rrugor ku jemi na që na shpije drejt autostradës, përkatësisht është hyrja kryesore e Malishevës në drejtim të autostradës, kemi rrugën tjetër alternative përmes fshatit Gajrak, Marali, Dragobel dhe të shpije në Malishevë. Mirë po edhe segmente tjera të cilat janë të bllokuara, kemi rrugë alternative, sikur që është fshati Panërc, Llapçev, Turjak, Bubel, e kanë aksin tjetër rrugor që shpije përmes fshatit Gurbardh edhe Dragobel shpije në Malishevë. Po sigurisht e fshata tjerë që janë Drenac dhe fshata tjera që edhe ato në disa segmente që ju pamundsohet që të lëvizin i kanë rrugë tjera alternative. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që edhe njëkohësisht ju thirrje qytetarëve të komunës së Malishevës që të kanë kujdes të madh, kujdesin e shtuar që mos të rrezikojnë. Një makinë tjetër që po e sheh që kjo veçmo nuk është e kalueshme. Unë pash në për video, në për pamjet të cilat po qarkullojnë në për rrjete që edhe në nënkalimi edhe pjesa qendrore ishte përmbytur, e pash